Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis salcën guacamole. Kjo është një salcë shumë e famshme dhe e njohur. Gjithë kush e përgatit ashtu siç do, unë do t'ja tregoj në mënyrën time. Atëherë për këtë salcë kam 2 avokado, ose mund të përdorni 1, mund të përdorni 3, varet nga sasia që ju doni të përdorni. Atëherë kam 2 avokado, kam 2 kokra domate, nuk janë shumë të mëdha, mesatare. Kam gjysmë tufe me majdanoz, 1 kokër qep jo shumë të madhe, gjysmë limon, vaj ulliri dhe krip. Këto janë përbërësit. Si fillim do fillojmë me avokadon. Do ta presim dhe do t'i heqim bërthamën, faren që ka brenda. Dhe e nxjerrim pjesën e tullit brenda, e nxjerrim me lugë. Nuk duhet të jetë shumë e fortë, duhet të jetë e butë. Kështu do veprojmë me të 2 avokadot. Do shtypim njëherë të parën, që mos të na pengoj t'i hedhim të 2 dhe pastaj do t'i shtypim dot. Shtypim të parën, hedhim te tasi që ne do ndërtojmë salcën, dhe pastaj do hapim dhe të dytën. Do veprojmë po njësoj. Në këtë mënyrë, me pirun, do shtypim avokadon. Avokadot i kam shtypur që të 2, i kam shtuar te tasi që do ndërtoj salcën. Te tasi do shtoj limonin. Limonin do ta shtoj në këtë moment që mos lejojmë që avokado të nxjihet. Limonin nuk e kemi vetëm për të ndihmuar avokadon mos të nxjihet, por edhe për shije. Jep një shije vërtet shumë të mirë. Nëse keni dëshirë dhe ju pëlqen të jetë edhe më afërt se kaq, kur ta provoni, mund t'i shtoni edhe gjysmën tjetër të limonit. Atëherë kemi shtuar avokadon dhe limonin. Do pres qepën. Qepën do ta grij sa më imët që të mundemi. E presim njëherë në shirita të hollë. Dhe pastaj e presim në këtë mënyrë. Sa më imët, aq më mirë është. Por në qoftë se keni qef, pa problem, mund t'i prisim topat dhe pak më të mëdha. Qepën e kam prerë shumë imët dhe kam shtuar te avokadoa. Dhe tani do pres domaten po njësoj imët. Domates i kam hequr lëkurën e jashtme, i kam hequr dhe faret nga brenda sepse nuk duam që ta bëjmë të lëngshme dhe të ketë ato faret brenda. Po njësoj do veprojmë dhe me domaten. E presim shirita të hollë dhe pastaj e presim në kubik shumë të vegjël. Pasi kemi prerë të gjithë përbërësit, i kemi prerë në copa të vogla dhe i kemi shtuar te avokadoa, do shtojmë kripën. Kam shtuar gjysmë lugë çaji me krip, por mund ta provoni. Ndërkohë që jeni drejt përfundimit, mund ta provoni dhe e shikoni. Nëse do akoma, mund të shtoni edhe pak krip akoma. Do shtoj majdanozin dhe vajin e ullirit. Diku te 1 lugë gjelle deri në 2 lugë gjelle. Do ta përzijmë shumë mirë, ta trazojmë që të përzihen mirë të gjithë përbërësit. Dhe salca jonë është gati. Mund ta ham në çdo vakt që neve na pëlqen. Po mund ta shtrojmë edhe në përdarka, është një salcë goxha e veçantë dhe goxha e shijshme. Do përzihen shumë mirë, tham që të përzihen të gjithë përbërësit. Salca guacamole ka përfunduar, del vërtet shumë e freskët dhe shumë e shijshme. Siç e pat, ishte jashtëzakonisht shumë e thjeshtë dhe nuk ishte shumë punë. Provojeni se ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë, miq të dashur.